off-road, kemi ardhur, asun nuk e di ku jemi, në mes të asgjës, po të rrotullohet kamera të shofi lart e poshtë, është, nuk e di, jemi 8 makina, ngeci një makina atje sipër, 8 makina që po mundohemi të ecim nga Tirana, nga kemi ardhur, si kemi të bërë rrugën? Atëherë ne jemi nisur nga Tirana, drejt malit Dajdit, pastaj kemi ardhur rrugës që të çon për malin me gropat, kemi kaluar çajën e Selitës, edhe tani ndodhemi... Ngjiti makina atje sipër. Po, çajën e Selitës edhe? Tani ndodhemi në zonën e Shëngjergjit. Jemi në Shëngjergj. Tani jemi në Shëngjergj. Pra kemi bërë unaz, nuk kemi përdorur një rrugë, shiheni tani kjo makinë është fantastike. Sa vjet ke që ke këtë makinë? Unë këtë kam qenë 2016-ën. Është modifikuar e gjitha, ha? Po, është e gjitha e modifikuar. Makinë me dhomë hoteli me vete, me dhomë gjumi me vete, shifeni, tu po të vi kamera ta shofi, hynë brenda edhe me rrjet që të mbron nga insektet, që ka me krevat dopjo, edhe donte më pak se 2 minuta që të montohej dhe çmontohej e gjitha. Sa shpesh del jashtë? Me të drejtën, unë këtë pasion e kam ndjek pothuajse çdo javë. Çdo javë? Nga që e kam kombinuar me ngarkimin dhe ngarkesën e punës. Pra duke punuar fort nga hëna deri të premte. Çfarë punë merresh? Me të drejtën, unë kam një sallon makinash, që shes dhe importoj makina nga Amerika, Kanadaja. Po? Wow, po i për një makinë atje në maj. Por krahas saj, unë kam pas pasion që i vogël, në fakt. Këtë punën e makinave off-road, ë? Punën e... Kjo ishte Nissan, Forerunner? Kjo është Toyota Forerunner. E gjitha e modifikuar? E ke bërë gjithë Shqipërinë e mesme, gjithë zonën këtej? Shqipërinë e mesme, kam bërë komplet veriun e Shqipërisë, pothuajse gjithë zonën bregdetare të jugut. Po nuk e hyn thellësi të jugut, ë? Juglindjen jok, Ersekën, Kolonjën këtë zonë? Me thënë drejtën, atë nuk e kam eksploruar shumë pak, por me zonën e veriut kam qenë më i lidhur për shkak se është dhe i zonë ku kam dhe shumë miq. Shifeni ku ngeli një makinë atje në maj tani, nuk e di, dhe ti shifni makinë atje pa një. Kjo është Toyota, ky është Nissan Patrol, ë? Ajo është Nissan Patrol. Ky është Jeep i zakonshëm? Jo, Jeep po. Ky është Wrangler. Wrangler. Edhe ai është Wrangler. Ai është versioni Jeep Rubicon. Ai është Rubiconi. Pastaj është prap një Toyota. Ajo është Toyota Forerunner. Pastaj është Land Cruiseri. Dhe atë Jeepin blu. As prezentohet atu nga diku. Wow. Shqipëri se që bën makina. Faktikisht është sport që prodhon shumë adrenalin. Edhe vetëm një pilot i tillë mund ta përjetojë atë adrenalinë. Po zbret makina tjetër me blu, shive. Shiveni çfarë skene. Realisht janë makinat modifikuara shumë. Edhe të sigurta pse. Që përballojnë Nuk e di, tani ne le të qeshim se janë, do shkojmë te Mishi. Ikim te Mishi, kalojmë mirë ke zona e... Ndalojmë tek Mysafir. Këtu është bërë gati Mishi që ta dini kriposjen e kam bërë vetë. Vetëm se s'po na bëhet aq sa duhet. Ta kthejmë dhe kështu për kriposje i çik se nuk është keq. Sa për informacion është Mish Keci. Mish Keci. Pse Keci ahet tani, ë? Tani ka kohë. Do e keni ide 1 orë nga Tirana, po natyra është fantastike. Aty s'ka filluar akoma prushi. Do dhe pak prushi, po. Kështu që s'po hedhim vajin që tani. Kemi dhe bukaçe. Ku i ke bukaçet? Shive se mendoni që s'kemi ardhur me furnizuar dhe nga Elbasani. Zbriti makina. Është pjesa më interesante ishte dhoma në majtë makinës. Erdhi Jeepi blu. Ja dhe bugaçi Elbasanit. Jo e dini që bugaçja është bë e famshme. Shiveni, buk me buk. Brenda është byrek,
Në drek, erdhën të dyja makinat, gjatë gjithë rrugës kemi ecur në rresht. Për t'ja parë, edhe kjo është e modifikuar, Ajo është goxha e modifikuar. Po? Modifikimi fillon nga gjitha anët që nga motori. Është modifikuar që në motor, ha? Edhe motorin to i përshtasin motorit dhe BMW 535-s. Ka të përshtatur motor BMW-je. Po ai Jeepi atje? Ai Jeepi besoj që ka motor benzine, do ta ketë goxha të madh mbi 4.7 Jo, 6.2. ose 6.2 hemi. 6.2. Është një nga motorat më të fortë prodhuara. Dhe me shpejtësi nuk pyeste. Që në qasone është, a shkojnë bakteri aty? Unë vazhdoj me bugatëshen e Elbasanit. Se nga shkojmë? Kjo është rruga që të zbret për në Shëngjergj. Poshtë, është dhe liçeni i Shëngjergjit që është një mrekulli. Po e parë. Më ande kemi edhe liçenin e Lepurit që hyn nga liçenet më të bukura dhe pesazhet më të bukura. Dhe që ngrin, zakonisht në dimër. Sa largë kemi liçenin e Lepurit? Nga këtu mund ta kemi rreth 20 minuta. Me makinë, ha? Shive si kemi hyrë, kemi marrë malin nga poshtë. Pamja është fantastike. Po mas ti mali qarë është? Vazhdon lërgmali i malit me gropa. Dhe aty pastaj ndahen dhe rrugët që të lidhin, një pjesë shkon për Mburrel, pjesa tjetër shkon në Elbasan. Do më thëmë tu jemi zemër Shqipërisë. Po në zemër, është i vetmi segment këtu ku lidhet në gjitha rrugët, si veri dhe jug. Imagjino të vish në piknik në mes të asgjës, edhe rruga për të ardhur është vetëm ofrod, kështu nuk ka bujtina, restorante, gjë. Realisht zona tani ofron bujtina, edhe dua t'i përgëzoj dhe banorët e zonës që kanë marrë iniciativën që po hapin biznesën, këto vene shumë të bukura dhe unike, se mendoj që një pjesë e shqiptarëve nuk e kanë iden se çfarë mrekullish kemi ne, se çfarë malesh zotrojmë. Po këto pse i kanë të lidhura kështu? Po këtu mendoj që mund të kemi ndonjë shartim Shartim, po. mbase. Shiveni, çfarë mrekullie. Tani erdhi koha e mishit, m'duket. Edhe zjarrin e kemi bërë që mos dëmtohet. Patjetër, sepse duhet jemi shumë të kujdesshëm me natyrën, mos ta dëmtojmë, t'i marrim më të mirën, Dhe pasaj prapi e pastrojmë. edhe ta pastrojmë, ta lejmë ashtu siç e gjetëm. Shumë e rëndësishme është që zjarri të fiket me përpikmëri në fund. A duhet fikur patjetër, se ndryshe Patjetër se një pakujdesi mund shkaktojë pastaj dëme kolosale. në zemër të Shqipërisë. Nuk e keni, në zemër. Ta mishin tani se unë po avem bugaçe.